Stella Toska njihet për dashurinë e saj ndaj artit dhe krijimit, por një pjesë e veçantë e jetës së saj lidhet edhe me dashurinë për kafshët. Qenushja Mia është bërë pjesë e pandare për ditëshmërisë së saj dhe shoqja më e mirë në çdo ditë. Ajo rrëfen se si ka nisur kjo lidhje me kafshët dhe ndikimin që ka Mia në jetën e saj. Fëmijët na i dojnë kafshët, edhe aty fillova me kuptu botën e tyre, gjuhën e tyre dhe dashurinë e pastër që t'japin. Edhe aty jam lidhë, domethënë fort, biles ndoshta nganjëherë tentoj edhe me kalu kufinin, sepse dhe shkam marmica, kam pështu kafsh, domethënë një farë mënyrë jam bë kafshëdashëse. Ajo tregon edhe për rutina dhe momentet e përbashkëta që e bëjnë këtë lidhje edhe më të fortë. Unë me Mian në mëngjes edhe në darkë bajmë shëtitjet tona, të cilat unë i shaf si benefit për trupin tem, edhe mendjen teme, me ta thonë drejtën, sepse shëtitjet në natyrë që ne bajmë janë antistres. Stella tregon se si kjo eksperiencë ka ndikuar në mënyrën si ishe kafshët. Arrimi kuptu dhe me thonë se çfarë botet të mbrëmshme kanë. Janë shumë të pastër, të dojnë pa limite. Në fund ajo flet për dashurinë ndaj kafshëve dhe nda një mesazh për ata që mendojnë të adoptojnë një mik me 4 putra. Mian e kam adoptu. Edhe e kam pasatur frikrat e mia sepse nuk e disha se çfarë karakterit ka Mia, sepse çdo qen ka karakterin e vet, edhe çdo mace. Adoptoni, mos blini. Keni kafshrace që gjenden tashmë nëpër vendet që i ka mbledh bashkia, edhe që t'i japin falas. Mia është njëri shtëpisë, është pjesë e jetës tonë, domethënë. Kur smuret kja stresohen atë gjithë. Ne e dina që kja nuk jeton sa ne, por që ne do t'i përkushtonan maksimalisht. Për Stellën, Mia nuk është vetëm një kafshë shtëpiake, por një pjesë e shpirtit të saj, një burim dashurie dhe qetësie që e bën çdo ditë më të bukur.